Të paktën 7 qendra votimi në qytetin e Shkodrës për zgjedhjet e 11 majit nuk do t'jenë më në vendet ku janë zhvilluar tradicionalisht në zgjedhjet e kaluara. Bëhet fjalë për 3 qendra votimi që ishin vendosur në shkollën nëntëvjeçare Ndre Mjeda dhe për 4 të tjera në shkollën e ndërtimit Koli Dromeno. Sipas një konfirmimi zyrtar të pushtetit vendor dhe të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, për shkak se shkolla Ndre Mjeda është në rikonstruksion, 3 qendrat e votimit që ngriheshin në këtë shkollë zhvendosen për zgjedhjet e 11 majit në mjediset e zyrës së punësimit Shkodër, e cila ndodhet fare pranë shkollës. Kështu zgjedhësit që në zgjedhjet e mëparshme kanë votuar në shkollën Ndre Mjeda në 11 maj, ditën e diel duhet të paraqiten për të votuar në zyrën e punësimit. Po ashtu edhe zgjedhësit që më parë votonin në 4 qendrat e votimit të shkollës së ndërtimit Koli Dromeno, ditën e diel duhet të paraqiten për të votuar në shkollën speciale 3 dhjetori që ndodhet në rrugën Banja Vogël. Në mjediset e kësaj shkolle janë vendosur 4 qendrat e votimit që më parë i përkisnin shkollës Koli Dromeno, e cila gjithashtu ndodhet në proces rikonstruksioni.